Moti i keq me temperatura të ulta, ngrica dhe reshje intensive ka përfshirë gjithë vendin. Si pasojë në aksin rrugor Prekal, ura e shtrenjtë pati rrëshqitje dherash duke sjellë bllokimin e plotë të qarkullimit. Ekipet e Bashkisë Shkodër dhe strukturat e emergjencave civile ndodhen në terren dhe po monitorojnë nga afër situatën, si dhe po punojnë për vlerësimin e dëmeve dhe normalizimin e lëvizjes. Në aksin Bog-Theth ka pasur reshje bore, ndërsa 2 borë pastruese po qarkullojnë në pastrimin e saj. Të tilla janë edhe në aksin Tamar-Vermosh, ku ka vende me ngrica dhe po bëhet krypësja dhe mirëmbajtja për të mos bllokuar rrugën. Në bashkinë Valli i Dejes, rreshjet e shiut kanë pushuar. Në disa njësi ka patur shkëputje të energjisë elektrike. Në Fusharës vijnë rreshjet me intensitet të lartë. Ka rënje gurësh dhe dherash në rrugët rurale, por akset janë të kalueshme dhe qarkullimi kryhet pa probleme. Ndërkohë në qarkun e Elbasanit situata paraqitet normale e pa probleme. Akset rrugore nacionale e rurale janë të hapura. Temperaturat të ulta nën zero e si rrjedhoi dëbore ngrica ka pasur vetëm në segmentin Borov, Ura, Cerenecit, i cili është trajtuar me krip. Përmirësim të situatës së motit ka pasur edhe në juglindje. Qarkullimi në gjitha rrugët është normal, përfshirë edhe Qafthan Kapshtic ku nuk ka akull. Kalimi vijon pa probleme edhe në rrugët nacionale që lidhin fshatra turistik të Voskopojës, Dardhës dhe Vidhkuqit. Situatë e njëjtë raportohet edhe në akset Korçë, Ersek, Leskovik, si dhe Zemblak, Dogana e Goricës.